Mjeku që ditë botën, djathi esëll shëron këto 3 sëmundje, ja kush duhet ta konsumoj me njëherë. A e rrit kolesterolin e keq në gjak djathi? Studimet e fundit të publikuar në revistat prestigjioze ndërkombëtare vënë në pikpyetje lidhjen midis produkteve të qumshtit dhe rritjes së niveleve të kolesterolit të keq në gjak. Përkundrazi është zbuluar se disa përbërës të pranishëm të qumshti kanë efekte antikolesterol, edhe ndalimi i ngrënies së djathit për të ulur nivelin e tij në gjak nuk është më një zgjedhje e rekomanduar. Kjo është ajo që dim tani për marrëdhënien midis djathit dhe kolesterolit. Në sasinë e dur, djathrat jo vetëm që do të ngrenë nivelin e përfitimeve, por nuk kanë efekte negative. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një studim i publikuar nga Universiteti Suedez ka arritur në përfundimin se ngrënia e djathit jo vetëm nuk e rrit kolesterolin, por përkundrazi do të sjellë një rritje të kolesterolit të mirë në organizëm. Nëse mendoni se 100 gram djath ofron vetëm 70 mg kolesterol, të njëjtën sasi do ta gjeni te 100 gram mish lope ose levrek, ose viç, ose mish pule ose gjeldeti. Gjithashtu, djathi i konsumuar brenda porcioneve të rekomanduara ditore, rreth 70 gram në ditë, është më se i mjaftueshëm për të marrë vlerat e tij, por ekspertët sugjerojnë djathin e bardhë, rreth 40 gram djath në ditë, është më se i mjaftueshëm për të ndikuar pozitivisht në dobi të shëndetit. Nocioni i vjetër është se djathi është i pashëndetshëm për shkak të gjitha yndyrnave të ngopura që përmban, por ulëntimet më të reja kundërshtojnë lidhjen midis yndyrnave të ngopura dhe sëmundjet të zemrës. Në fakt, konsumi i djathit lidhet më shumë me përfitime shëndetësore. Në këtë video, sipas Step12, do të rëndisim disa nga përfitimet që do të merrni nëse konsumoni djath në dietën tuaj. Reduktoni riskun e problemeve të zemrës. Disa studime besojnë se djathi mund të shpjegojë të ashtu quajturin paradoksin francez, që francezët kanë shkallën më të ulët të sëmundjeve të zemrës, pavarësisht nga kulti i tyre ndaj djathit dhe ushqimeve të pasur me yndyrë të ngopur si gjalpi. Ekziston gjithashtu një raport i vitit 2016 që analizoi rezultatet nga 31 studime të grupit të ardhshëm, të cilët shikonin se bulmeti i konsumuar të pjesëmarrësit pati një përmirësim të shëndetit. Një zbulim i rëndësishëm ishte se konsumi pothuajse 50 gram djath në ditë lidhet me një risk 18% më të ulët të sëmundjeve në zemër. Një tjetër gjetje kryesore ishte se konsumi 14 gram djath në ditë mund të zvogëlojë riskun e goditjeve me 13%. Djathi është i mirë edhe për diabetikët. Konsumi i 10 gram djath në ditë mund të zvogëlojë riskun e zhvillimit të diabetit të tipit 2 dhe mund ta ulë atë me të paktën 8% sipas një studimi të grupit amerikan Journal of Clinical Nutrition. Ka më shumë lajme të mira nga njëjti studim. Njerëzit që hanin rreth 3/4 e filxhanit kos në ditë kishin një risk edhe më të ulët. Një studim tjetër i publikuar në American Journal of Clinical Nutrition zbuloi se gratë që hanin më pak se 50 gram djath gjithashtu reduktonin riskun e goditjes nga diabeti tipi 2. Gjithashtu, djathi do të ndihmojë në rritjen e masës tuaj muskulare. Konsumi pothuajse një filxhan djath rikota në ditë për 12 javë do të rrisë masën tuaj muskulare, sipas një studimi të vitit 2014 të botuar në Clinical Intervention in Angin. Pra, është koha që të mos shpendoheni sa herë që shijoni djathin e shishëm, por vetëm duhet të tregojeni të kujdesshëm me sasinë që konsumoni prej tij. Konsumi i djathit brenda sasive të rekomanduara ditore do të nxjisë shumë përfitime të organizmit dhe do të parandalojë një sër efektesh negative. Djathi është një nga zgjedhjet më të mira edhe për shëndetin e kockave. Duke qenë se djathi është i bërë nga qumshti, është i pasur me kalcium që e bën atë të jetë shumë i shëndetshëm për kockat. Dietologët thonë se konsumi vetëm 28 gram djath parmixhan ju jep rreth 336 mg kalcium, dhe kjo është një sasi e mjaftueshme e sasive të nevojshme ditore që trupi ka për kalcium. Te meshkujt e rritur, sasia e nevojshme e kalciumit është 1000 mg në ditë. Djathi është i shëndetshëm për dhëmbët.
Kjo është falë përmbajtjes së kalciumit dhe fosforit. Këto dy minerale luftojnë acidin laktik që gjendet në gojën tonë dhe pengon atë që të dëmtojë kështu edhe nivelet tuaja të smaltit, i cili shërben që ne të mos ndjejmë dhimbje gjatë ngrënies dhe pengon prishjen e dhëmbëve. Djathi mund të parandalojë gjithashtu edhe luhatjet e sheqerit. Ekspertët besojnë se kjo ndodhet për arsyen se substancat butirate ndihmojnë në trupin të përdorë insulinën në mënyrë sa më efektive. Kjo sa i përket kontrollit të niveleve të sheqerit në trup. Edhe personat që janë alergjik ndaj produkteve dhe nën produkteve të qumshtit mund të konsumojnë disa lloje të djathrave varësisht edhe nga gjendja e tyre shëndetësore. Për sa kohë djathi shtohet në dietën tuaj brenda nevojës të duhur, ai mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht që djathin ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja, për sa kohë nuk e teproni me konsumin e tij, përfitimet dhe vlera do të jenë të menjëhershme. Shtimi i djathit në dietën tuaj të përgjithshme mund të kthehet në një aleat të vlefshëm të organizmit në betejën kundër komplikacioneve të ndryshme. Por kur është koha më e mirë për të ngrënë djathin? Shqiptarët e konsumojnë pothuajse në çdo vakt. Një fetë djathi e shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gostit të shijshme. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët, për shkak të vlerave shëndetësore që ai ofron. Por a kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë të gjitha vlerat e djathit? Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave të mbledhura nga Healthline, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi jonë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të listojmë arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes. Është shumë i mirë për t'u tretur. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është produkti i bulmetit që organizmi ynë e tret më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë do të lehtësojnë gjithashtu edhe përthithjen e mineraleve të tyre. Ekspertët thonë se konsumi i djathit në dietën tuaj, kryesisht në vaktin e parë të ditës, do të kthehet në një aleat të vlefshëm të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që djathin ta keni pjesë të dietave tuaja, kryesisht edhe në vaktin e parë të ditës, dhe ndikimi i tij në dobit të organizmit do të jetë i menjëhershëm. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin ta shpërbëjnë më mirë djathin dhe kështu do të merrni përfitimet e tij unike në dobi të shëndetit dhe aktiviteteve tuaja ditore. Djathi ka përqindjen më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë do të ofrojë të paktën 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke e quar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes, atëherë do të ruaj ekuilibrat e shëndetshëm të përthithjen e yndyrës gjatë ditës dhe do të japë rezultate fantastike në aspektet tuaja të organizmit. Shtimi i djathit në dietën tuaj do të ofrojë burime shumë të mira të proteinës. Përveç sasive të rekomanduara ditore të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe nivele shumë të mira të proteinës. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin e tyre ta pasurojnë me sa më shumë djath. Kështu përfitimet e tij në dobi të organizmit do të jenë më të plota dhe do të marrin gjithashtu nivele të duhura të elementeve ushqyes, siç janë edhe proteinat esenciale për muskujt dhe aktivitetet tuaja ditore. Djathi i bardhë pa yndyrë është i pasur gjithashtu edhe me nivele shumë të mira të vitaminave, të cilat janë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Shtimi i djathit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Djathi është një nga alternativat më të mira ushqyese, për sa kohë nuk teprohet, mund të ndikojë në rritjen e përfitimeve të trupit dhe të lehtësojë problemet e tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.